Në vitin 2024, për gjatë këtij viti pra, institucioni ka depozituar 13 kallëzime penale, të cilat përfshin rastet kur auditimi ka konstatuar veprime apo mosveprime me shkelje të ligjit penal. Në kuadër detyrimit ligjor dhe të institucional dhe të marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucionet të drejtësisë, kontrolli i lartë i shtetit ka vënë dispozicion 35 materiale, në dispozicion të prokurorisë 35 materiale për hetimet të mëtejshme. KLS u ka kushtuar prioritet ankesave dhe denoncimeve të qytetarëve, mediave dhe organizatave të shoqërisë civile, duke i trajtuar ato si një vlerë e shtuar që ndikon planifikimin dhe drejtimin e auditimeve drejt çështjeve me interes publik më të lartë. Sa i përket organizimit, KLS kanë konsoliduar kapacitetet institucionale dhe ka ruajtur një strukturë të brendshme të përshtatur me misionin. Në zbatim të strategjisë zhvillimit institucional për realizimin e procedurave dhe përmirësimit metodologjisë analizës së riskut, duke është forcuar bashkëpunimi në nivel ndërkombëtar në kuadër të organizatave Intosai dhe Eurosai me institucionet supreme të auditimit partnere të Norvegjisë, Mbretërisë Bashkuar, Turqisë, Emirateve të Bashkuara, Italisë, Polonisë dhe pa harruar dhe marrëdhëniet temi tepër të ngushta me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Po ashtu marrëdhëniet me Kuvendin e Shqipërisë janë zhvilluar në mënyrë të vazhdueshme duke përmes zbatimit të rekomandimeve të rezolutës si dhe përcjelljes periodike të raporteve përfundimtare të auditimit. Kontrolli i lartë i shtetit i ka dhënë një rëndësi të veçantë komunikimin me publikut dhe palët e interesit përmes publikimeve në faqen zyrtare, buletineve dhe njoftimeve për aktivitetet e ndryshme. Të nderuar zoti kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të nderuar deputet, kontrolli i lartë i shtetit do të vijojë të kontribuojë me përmirësimin dhe forcimin e mekanizmave të qeverisjes së mirë, duke nxitur përgjegjësinë më të madhe institucionale për administratën publike dhe duke qëndruar më afër me qytetarin. Faleminderit. Të nderuar kryetar, nëse më lejoni, po i referohem pyetjeve. Po, ju lutem vijoni me pyetjet, janë vetëm pak sa për t'i komunikuar. Janë 11 pyetje, 4 deputet, zonja Jorita Tabaku 3 pyetje, zoti Besar Xhaferi 4 pyetje, zonja Klodiana Çapja 1 pyetje dhe zonja Ledina Lolli 3 pyetje. Ju lutem lexoni pyetjen, emrin e deputetit dhe më pas vijoni me njëherë